Tu ndodhemi në Shkallur, kemi ardhur më këtë shtëpinë këtu, është shtëpi 2 katëshe, pra si përfaqja është 520 m2 tokë truall, e cila disponon çdo dokument hipotekor, ka ndërtim 270 m2. Shikoj pak Gjoni, këtu është organizuar me kat i parë, është për 2 makina ka garazhi, pra garazhi fut 2 makina mrena. Dhe është me 2 dhoma gjumi dhe 1 korridor i vogël. Kështu që tani ndodhemi në Shkallnur, jemi lagjen më të bukur që ka Shkallnuri, largësia nga rruga 200 metra, nga rruga Plepa në Roq, largësia nga deti jo më tepër sa 300 metra, pra jemi 300-400 metra, po themi shumë larg detit. Është veni më i bukur, rruga është e shtrume, është çdo gjë me infrastrukturë, korrent, internet, ujë 24 orë. Investorin sigurt na ndiqni videon, sepse do ju prezantoj direkt katin e dytë, dakord? Hajt keqen. Tere kjo është për 2 familje, se ka 2 palë shkallë. Një shkallë futet tek kati i dytë, një del nëse nese pas testë edhe për katë tretë, ose futesh në katin e parë. Tu afrim ka dhe i shtëpi, ujë 24 orë, përveç ujit e shtetit. Me 2 porta. Aty tregojmë pak katin e dytë. Hajde tregojmë pak afrim katin e dytë, shumë bukur. Atëherë, tu ka shkallë veçantë me del nga 2. E ka bërë me 2 palë shkallë të drita. Këto kemi shkallët se futin direkt nga kati i dytë. Janë me pëmi nga drejti. Se s'kjo bërë e sistemuar. Me base. Kati i dytë është i munduar. Kur futin në brenda kemi salonin. Dhomë ndenjet, kuzhinë e gatimit, ajo dera e tjeshtë në del nga shkallet mbrapa poshtë, 2 dhomët e gjumit e mëdhaja. Shikoj një në dhomë afrim. Pra është 3 pjesësh kjo. Kati i dytë afrim me 3 pjesësh. Kemi dhomën tjetër këtu. Zotria marrëdhimi gurë, ja, ka pa punime gurë. Tu edhe këto harësit janë lekta se ka hedhë. Pra ne zotria kërkon 190.000 euro për këtë provë. Pra 190.000 euro direkt përballë noterit. Direkt. Dhe gjallë në dokumenta. Direkt përballë noterit 190.000 euro do t'ja lëm shtëpinë kështu si shosh. Kati parë kanë 2 dhoma, ka nevojë për rregullimin për kati parë. Po, ju përshëndesim. Ju përshëndesim, jeni të mrekullueshëm.